i mbrojturi i Olsi Ramës dhe pati pa përgjegjësinë e plotës, po përdor tema tjerë, të thotë jo, nuk e hetojmë ne atë. Ju kujtohet apo jo kur tha nuk hetojmë Aman Josifin? Po, të dashur jetar, ne kemi problem të madh personal me të. Dhe problemi im dhe i gjithë këtyre, i gjithë popullit opozitar është se ky është një armik i egër i votës lirë. Se në qoftë se Edi Rama është dhunues kryesor i votës lirë, ky është avokat i dhunimit. Dosjet ndërkombëtare të publikuara në gjithë mediat e botës i amnistoi. Në atë kohë kam deklaruar publikisht se është një armik i egër i opozicës. Dhe e garantoj se të tillë do e konsiderojmë deri ditën e fundit tonë. Aty flitej për Uluziu, flitej për Edi Ramën, për Pierinin, për të gjithë me radhë. Dhe që gjithë janë s'kanë kryer asgjë, sepse ja bën armikut opozicës. Dhe do e paraqisni atë ju këtu, bastard të Arben Rakipit. Po si mundet kjo? Prej tash, rria ty ti. Risa i kam tunë për ty, i kam tani do i lezoj tu atu, do i lezoj. Zoti Berisha, kontrolloni fjalorin në gjuhën. Për lutem, jo i ke dhënë një minutë. Zoti Berisha, nuk lejohen këto. Dakor, mirë, po pritje se i ke dhënë orës, shoh pak të time, jo. Kam dhe 4 minuta e gjysëm. Dakor minutat, po është edhe gjuha parlamentare. Pra, a e dini ju që a i del dhe mburret se unë i sekuestrova këti apo ati apartamentin. Po 400 milion euro e djegsave. A e dini ju që a gjenë këtu dhe mburret? Se kemi sekuestruar 63 milion euro. Po vetëm Frant Shopja kishte 6 miliard morë. Po ku i gjeti parat Fatmir Topini për t'i dhënë leje Edi Rama për 5 kulla dhe 12 ndërtime tjera në tokë publike? Kësaj është avokati më i shëmtuar i korrupsionit. Doni ju të dini tani disa tregues sa i foli për tregues, tu foli s'ku po lexonte në portal, ja u them unë ju. Indeksi i përgjithshëm i shtetit ligjor në vitin 2015 Shqipëria renditej e 52-ta në botë. Në vitin 24 Shqipëria renditej 37 vende më poshtë apo në vendin 89 sipas World Justice Project. Tregues i korrupsionit vitin 2015 Shqipëria renditej e 78-ta. Në 2024 Shqipëria renditej 29 vende më poshtë apo 107-ta. Për ndërhyrjen e qeverisë për pavarësinë që flisni ju, në vitin 2015 Shqipëria renditej e 52-ta. Në vitin 2024 Shqipëria renditet e 106-ta përkeqësim 100%. Në zbatim e ligjit, Shqipëria renditet në vitin 2015 në 86, pozicion 86, në vitin 2024 në pozicionin 114, 28 vende më poshtë. Në vitin të drejtat civile, Shqipëria renditet në vitin 2015 në vendin e 55, kurse renditet në vitin 2024 në vendin e 101, pra përkeqësim prej 46 vendeve. Për ndërhyrjen e qeverisë në drejtësinë penale, për drejtësinë penale, Shqipëria renditej në vitin 2015 në vendin e 46, renditet në vitin 2024 në vendin 92, 100% përkeqësim. Për ndërhyrjen e qeverisë në drejtësinë penale, tek skapistët, qeveria renditej në vitin 2015 e 62-ta, renditej për ndërhyrjen 62-ta, kurse në vitin 2024 renditet në vendin 106 apo 24 vende më keq. Së fundi, me qenë se jam bathi, edhe se ju u ka ndoraj të gjithve, me Katar, po. Tani unë do të lezoj një qytetar, mesazhin e një qytetari për te.
Doktor Birmrama, një burim nga prokuroria me informon sonte në lidhje me një çështje në proces hetimi. Altin Dumani ka bërë një ujdi për 5 milion euro në lidhje me dosjen e shtetasit Kreshnik Faruku, nga Marza, Durrës, mik bashkëpunëtor i Xhevdet Troplinit dhe Elvis Troplinit. Ky shtetas ka një procedim në shtetin italian për 3 episode, në Savona, në Gjenova, në Ancona, ku janë kapur sasi të mëdha kokaine. Për këtë fakt ka dhe procedim në shtetin italian dhe gjykata e Durrësit i ka vendosur mas sigurimi për ekstradim. Dëgjoni çfarë ndodh, qeshi. Më pas, Spaku pas 5 milionshit, ka filluar procedimin për të njëjtat fakte të ndodhura në shtetin italian dhe i vendos mas sigurimi. Me datën 11/5/2025, gjykata e lartë kundrejt shumë të lartë parash, ja heq masën e arrestit dhe e lë me detyrim paraqitje. Dumani ka premtuar që t'i kaloj përgjegjësinë vllaut të tij, se bëni keni marrë vesh të burgosit me bedel, duke i manipuluar telefonatat e kriptuara dhe duke i atribuar vllajt të tij. Shumë e ujdis do të konvertohet në gur të çmuar diamante. Personi ku investon të ardhurat Dumani është daja i bashortes Anton Pango, person me precedent penal. Së fundi, edhe 30 sekonda s'dua më shumë, të lutem, jo më fal. 30 sekonda më duhen sepse janë po. Eriona Daupaj do t'a çoj për sekuestrim, s'do t'i bëjnë der ballës. Po e çoj për sekuestrim, komplikohet puna, se do ja marrin. Vladi, Toyota Yaris gjithmonë. Mirëmbrëma o shoku, ku e pas kanë sjell? Ridovan Çela, ka këto ditë, po me pyet, do t'jetë prap balla, apo t'jesh ti, Vladi, okej, se flasun, për të, por të nga të regojmë mënyrën si do e mbyllë, për ballën e ka fjalën. Zoti Berisha ka mbaruar. E fundit ja ka 3 sekonda kam. Ridvan Çela, nga tao dhe thot se i ka në rregull letrat. Në gjojnë pak se ju drejtona ju, Daupaj, kishte të drejtë ajo bundra. Ajo është shoqja e tij. Jo bashkëshortja, po mos ta them emrin këtu, Ju lutem se ja them emrin, di kush është ajo. Po s'do ta shuh. Kishte të drejtë thot Eriona, që është e hunit e elitarit, ajo që është delikuente këtu, i thot asaj, kishte të drejtë ajo bundra. E jo them kush është, po. Nuk duaj toleruar që në fillim, aty ku do shkoj ai do t'ja djegin letrat me benzinë. Ridvan Çela, se bundra luan edhe me taon. Bundra, din vetë kush është. Okej, faleminderit zoti Berisha, fjalën e ka kërkuar ministri Gogu. Ministri Gogu, keni fjalën. Mirë, po ndiqni punimet në kuvend, pas raportimit të kreut të SPAK Dumani, ka pasur një sër pyetjesh nga deputetët, veçanërisht ato të kampit opozitar. Përgjigjet e Dumanit është ndalur në çështje specifike sipas edhe pyetjeve, tëra që lidhen me politikanë të rëndësishëm si është Metaj. Deklaratat e tij tha Dumani do të vlerësohen rast pas rasti, duke mos përjashtuar mundësinë se SPAK është i hapur për bashkëpunim, pse jo nëse Metaj do të ishte një i penduar i drejtësisë. Është ndalur tek krimi organizuar, disa akuza që kanë ardhur nga opozita për vonesa në ekzekutimin e arrestimeve, urdhër ekzekutimet, ka dhënë shpjegimet respektive, po ashtu është ndalur tek çështje të tjera që lidhen me korrupsionin, fondet i part, por edhe hetime të tjera mjaft të rëndësishme. Është pyetur sërish edhe për gjyqtaren e posaçme Irena Gjoka, për cilën tha se ka hetime, sikundër edhe për shumë çështje të tjera. Ndoqëm në fakt para pak çastesh edhe liderin e opozitës Berisha në replikën e tij kishte kërkuar që të fliste 15 minuta në përfundim të fjalës kreut të SPAK Dumani. Mirë, unë ju falenderoj të gjithëve që qëndroni me Top News, ju lë sërish në shoqërinë
e programit, pikërisht duke ndjekur çfarë do të ndodhë më tej punimet në seancën kuvendore, do të jenë edhe lider të tjerë të institucioneve të drejtësisë që do të raportojnë më pas. Bashkë jemi nesër, natën e mirë.